Jam në studio me Dorian Telitin. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Ka shumë gjëra për të folur, por ne kemi diku te 30 minuta në dispozicion. Nga Velia e Teristani, duke marrë shkase edhe ke një reagimi juaj gjatë ditës së djeshme, ditën tjel, dhe kur e ndisti disa problematika, dhe ajo që mua më bëri përshtypje është që ju thoni drejt për së drejti do të na duket shumë i mirë Erion Veliaj në raport me atë se çfarë po na shohin syt, kështu e kam lexuar unë, se keni thënë fiks. Kështu po thelbi është i njëjtë. Çfarë do thotë? Çfarë do thotë? Në fjalë më thjeshtë akoma. Po, për qytetarët. Në sekretari e komanduar, jo e zgjedhur. Po e komanduar në krye të punëve të Tiranës. Konkretisht zonja Anul Eristani. Vazhdon me këtë modus operandi që po operon gjatë atyre 4 muajve, 5 muajve të fundit. Gjërat do shkojnë keq më keq. Ne ishim një situatë ku de jure u zgjodhi Erion Veliaj kryetari i bashkisë për mandat të tretë. Po synë debatit se si PSD-ja, që ishte shtabi kryesor qendror i fushatës 2023, mori votat kundrejt kandidatit të PD-s që ishte Belit Kılliçi. Po synë debatit. Zyrtarisht, jo de facto, se de facto nuk i fitoi Veliaj zgjedhjet, po de jure, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zyrtarizoi në krye të bashkisë Erion Veliaj. U zgjodh Erion Veliaj. Pra u mandatua në krye të punëve të Tiranës. Sot kemi 5 muaj një person që nuk është i mandatuar. Kush është person që drejton sot Bashkinë e Tiranës? Është të dalësh ti në si pjesa apo do bëj detyrën e kryeministrit pa mandat. Ligji sanksionon shumë qartë për periudhë të shkurtër, maksimumi deri në 3 mujore, që kryetari i zgjedhur mungon, një nga nën-kryetarët mund të kryejë detyrën e tij. Deri këtu jemi okay. Nuk kanë 3 muaj tashmë, janë 5 muaj. Dhe siç po shohim, kjo situatë do vazhdojë gjatë muajve të verës, dhe nuk dihet se sa do vazhdojë gjatë vjeshës së shumë e radhë. Pasi ende nuk kemi një vendimarrje të kryeministrit, i cili është autoriteti vetëm për ta shkarkuar kryetarin e Bashkisë Tiranës. Nuk kemi ende një vendimarrje të Këshillit Bashkiak. Këshilli Bashkiak. Ne si këshilltar opozitar kemi bërë kërkesën të hapim një seancë posaçme, të diskutojmë mbi situatën konkrete. Por kemi një problematikë sot. Është Erion Veliaj në krye detyrës vet? Jo, nuk është. Sot nuk është president as Tiranës, është president Durrës. Dhe kur votoi në zgjedhjet e 11 maj, votoi për qarkun e Durrësit. Nuk votoi as për listën e Tiranës. Është e shkuar tashmë. A mundet që neve kjo shkuar mos bëhet më pjesë e tashmes të ardhmes tonë? A ka mundësi Këshilli Bashkiak i Tiranës, Parlamenti i vogël i Tiranës, të ulet dhe të diskutojë dhe patjetër të dalë dhe me një vendimarrje më pas mbi fatet e drejtimit të punëve të Tiranës? Nuk është Këshilli Bashkiak që menaxhon punën në Tiranë. Këshilli Bashkiak është Parlamenti i vogël i Tiranës. Punët menaxhon nga ekzekutivi. Por do të kemi një ekzekutiv të lishëm. Dhe si del ekzekutivi i lishëm, del nga vota qytetare. Deri në 3 muaj i lejohet ekzekutivit të funksionojë me delegim, pastaj pas 3 muajsh nuk mund të krijojmë një precedent që vazhdo ka me vite tashmë, me muaj dhe me vite tashmë, fakti që të drejtohet një bashki, sidomos ajo e kryeqytetit, nga persona që as kanë kaluar as në gardë, nuk janë zgjedhur nga qytetarët. Por nëse duan zonjën Ristani, patjetër zonjë grua është, nuk hyn aspektit personal. Unë po flas pjesën menaxheriale. E cila me thonë, ka lënë për të shëruar, se kemi parë edhe në emisione ndryshme kështu më radh, përdorim asetesh të bashkisë tonë në mënyrë të egzageruar, në mënyrë të tepruar. Megjithatë, ti qytetari që ta vendosin në fund fare. Por gjithmonë do ketë një paqë do humbasur, ne them gjithmonë këto janë gara. Një herë do humbasësh, një herë do fitosh, e kështu me radhë. Në shumë kandidatë që mund të hyjnë garë, njëri do fitojë në fund fare, njëri do jetë kryetari i bashkisë. Po ta vendosin qytetarët, dhe të mos vendoset nga, le të themi, nga interesat, nga grupet interesa, apo të vendoset thjesht nga politika, sepse kam unë një handicap në legjislacion, një mungesë në legjislacion, që më le mua të vazhdoj pambarimisht deri në vitin 2027 me njerëz të komanduar. Jo, absolutisht jo. Dhe në kjo ishte pjesa e zgjedhjes së saj në detyrë. Pjesa e detyrës, pra si ekzekutohet detyra, a ka ndryshim nga përpara. Pra kemi variantin Veliaj, historikun Veliaj, 10 vite, nga 2015 deri në 2025, 9 vite e gjysmë, kemi tashmë edhe 5 muaj të tjerë. Këto 5 muaj kanë bërë një ndryshim në menaxhimin e punëve të Tiranës. A vazhdon ende të paguhet një incinerator që nuk ekziston? Po vazhdon. Vazhdon. A ka transparencë për punët e bashkisë? Jo, njësoj si përpara. A kemi përmirësim të shërbimeve që jep bashkia? Jo. A kemi një ulje të taksave bashkiake, të tatimeve lokale që paguajnë bizneset dhe qytetarët që të jetë prekshme dhe të përmirësojë dhe qytetarët? Jo, nuk ka. A ka një shërbim shtesë dhe në gjatyre muajve? Jo, nuk ka.
I mbledhën e fundit kishme dhe buxhetin faktik të vitit 2024. Pyetja ishte për ata ishte shumë e thjeshtë. Thash më rendisni 3 shkolla, emra 3 shkollash, të reja që janë ndërtuar. Nuk rendisni dot 3 emra. Ore 2 thash, ore 1. Ore 3 emra çerdhesh, kopshtesh, të reja, jo të rikonstruktuar, të reja, gjurma të re, shtesë, volum i ri, se Tirana rritet vit pas viti. Është vetëm qytet në Shqipëri që ndonjë si Shqipëria shpopullohet, Tirana popullohet. Është vetëm qytet, është vetëm bashkia e cila shtot popullata vit pas viti, me 10-15 apo 20.000. Po këta kanë fëmijë, kanë familjarë, kanë nevojë për shtëpi këta po. Pa kanë nevojë për kopshte çerdhe, për shërbime të tjera me radhë. Nuk e rendisë pra, çfarë ka ndryshuar nga se përpara? Asgjë, përkundrazi. Po përkeqësohet situata dhe pranë thash në formatin ironik të ditën e djeshme, në reagimin që bëra, ishte pikërisht që po të vazhdohet kështu. Me të vërtetë Velia do na duket i mirë, jo se Velia është i mirë. Në sensin karakteri politik që më flasim. Tu duhet ta bëjmë diskursin në nivel politik. Jo se Velia është i mirë, por kur pasohet më pas nga një drejtues apo një drejtuese, e cila gjatë këtyre muajve që ka mundësi të bëjë shumë gjëra me thënë drejtë për të përmirësuar situatën, jo për ta rregulluar atë përfundimisht, absolutisht jo. Problematika do ketë gjithmonë Tirana. Institucionet e ekzistencës kanë problematika për të menaxhuar, po të paktën përmirësosh disi. Që në mënyrën e dhënies së shërbimeve, transparencë e kështu me radhë, ky fenomen nuk ka ndodhur. Përkundrazi, vazhdon të jemi në gjithë situatë si më përpara. Po më e rënda cila është, që tjetër paktin ishte i zgjedhur. Kjo nuk është e zgjedhur. Dhe kjo rëndon faktin, për sa i përket punëve se si kryhen, pra është një njëjti model. Është një njëjti model, po të paktën ai tjetrin, ndonse me votat vjedhura, e përsërisë, de jure ishte kryetar bashkie. De jure është dhe sot ende, ndonse legjislacioni shqiptar përsërisë dhe njerë, nuk ta lejon që një rezident në një bashki tjetër të jetë kryetari i bashkisë tonë. Se këtej po qeverisja aktuale, po gjendja civile, Ministria e Brendshme, e ka futur emrin Erion Veliaj si votues, praktikisht banor në qarkun e Durrësit, por i thon ndërkohë ti vazhdon të jesh ende në detyrë për Bashkinë e Tiranës, gjithsesi janë këto absurditetet shqiptare këto. Të pyes pak edhe gjëra pa sens. Të pyes pak edhe politikisht. Pse ka këtë strategji Partia Socialiste sipas jush, pse po e bën këtë? Apo presin ndoshta lehtësira që të kthehet Erion Veliaj, nëse shkojmë në zgjedhje, se ju praktikisht po kërkoni që të shkohet në zgjedhje. Absolutisht, patjetër. Puna është edhe nëse shkojmë në zgjedhje, a jeni ju të përgatitur për të përballur me procesin? Mund të jetë një skenar tjetër, mos ju friket Rama, Partisë Demokratike, për shkak të imazhit të cënuar ose keq qeverisjes së bashkisë të pretenduar nga ju? Ka shumë pista, po megjithatë ju e njihni mirë dhe politikën, kështu që çfarë koncepti keni krijuar për këtë? Çfarë po ndodh? E keni analizuar ndonjëherë? Absolutisht po, patjetër, do të është pjesë e punës tonë ditore, që merremi dhe me këtë pjesë. Si e shoh në këndvështrimin tim, unë e shoh që nuk ka një vendimmarrje nga ana e kryeministit për fatin e Erion Velisë së Kryebashkisë së Tiranës apo jo. Ende nuk ka një vendimmarrje. Sepse po të kishte një vendimmarrje, pra ende është në dyshim, çfarë të bëj? Ta shkarkoj apo të mos e shkarkoj? Sepse po të kishte një vendimmarrje për të mos e shkarkuar Erion Velin, pra ai të vazhdonte të qëndronte në krye të Tiranës deri në vitin 2027, pra e thon ndryshe të vazhdonte Anuel Aristani, sekretari komanduar deri në vitin 2027, kërkesën tonë këshilltarëve opozitar për shkarkimin e Veliaj, ata do ta trajtonin në Këshill Bashkiak, dhe do ta hidhin poshtë se kartonat i kanë. Dhe thonë, "Okej, Këshilli Bashkiak mendon që nuk duhet shkarkuar kryetari i Bashkisë Erion Veliaj." Edhe mbyllin diskursin paktën të anës ligjor, të aspektit ligjor. Vazhdon të diskursi politik, debati politik. Po nga ana të aspektit ligjor i vendosni kapakun. Fakti që nuk e fusin në rendite kërkesën tonë 2 mujore tashmë, sepse ne kërkesën do dorëzuam më një herë ditë e para pasi kaloi afati 3 mujor i arrestimit, të largimit praktikisht nga zyra ish kryetari i Bashkisë Veliaj. Momenti që u plotësua afati 3 mujor, ne më një herë dorëzuam kërkesën tonë. Si është procedura? Ndërkohë që nuk futet në rend ditës, kjo tregon paqartësinë apo ende pavendosmëri, mungesën e marrjes së vendimit nga ana e kryeministrit për ta shkarkuar apo jo Veliaj, por për të kaluar apo jo në zgjedhje parakohshme lokale në Tiranë. Kjo është pjesë e tij, nuk e ndeshim dot ne. Detyra jonë është të bëjmë kërkesën ditë ditës, ditë për ditë, të qëndrojmë që ne nuk kemi frikë nga përballja. Nuk kemi problematik përballjen. Çdo parti politike është e gatshme të hyngarë. Pra përsëris dhe kam thënë me 10 herë edhe tu në studion tuaj, të hyngarë të lirë dhe ndershme. Pra mos kemi as 5 dëra, as të fortë,
as përdorim strukturash administrate publike, as përdorim paras publike, kështu që racionojnë votën. Aty pastaj fitoft më i miri. Ju e keni parë edhe në zgjedhjet e kaluara çfarë ndodhi. 2-3 javë para ditës zgjedhjeve u dha bonus i pensionistëve, çfarë ishte? Bleve praktikisht pjesë pensionistëve. Disa ditë përpara ti dhe nxorë VKM për sa i përket faljes së gjobave. Po çfarë ishte kjo? Ke bler një pjesë biznesit. Ndosë gjobat e kishte vendosur po vet. U zhdukën policët 2 muaj. I keni parë siç nuk zhdukesh në Tiranë, mund parkoje ku doje. Ta lije makinën edhe mes bulevardit nuk vendosi gjoba. Sot sapo del nga shtëpia shikon 20 polica në mbaj lagjeve tua. Çfarë tregon kjo gjë? Shtet policor, pra policia nuk është policia funksionon me rregullat e veta të ligjit. Po policia funksionon sipas urdhave politik. I thot politika dil në rrugë, policia del. I thot politika futu në shtëpi, policia futu në shtëpi. Çfarë tregon? Kjo tregon akoma përforcon tezën tonë si parti opozitare, që përdorimi i strukturave shtetërore për interesa politik ka qenë i dhunshëm në aspektin politik gjithmonë flas. Gjë që ka ndikuar një pjesë popullatës, sado e vogël qoftë ajo, ka ndikuar për sa i përket tjetërsimit të votës saj. Nuk po flasim këtu që janë të ndërshtuar 500.000-600.000 vota. Jo. Tu mjafton të ndërshtosh 100.000 vota dhe ti ke ndryshuar rezultatin. Po 100.000 vota nga 2 milion persona që votojnë 5% e tyre, qeverisja aktuale ka të thjeshtë ti ndërshoj. Dhe ai që kërkojmë ne dhe kemi kërkuar gjithmonë, ore hym në garë. Hym në garë barabartë. Çfarë të keqe ka? Me ato standardet vitit 2013, që nuk i kundërshton dot askush. Standardet vitit 2013. Po sot që flasim, ju jeni duke hapur kutit për zgjedhjet e përgjithshme edhe në një proces. Unë përveç se kam lexuar emra që përfliten, por nuk di se si fabrikohen ose si vijnë tek ne. Ka disa emra që ndoshta shihen si mundësia të investuara, është analizë, nuk e di, po emra nga Partia Demokratike kanë dalë që mund të jenë për shumë kandidat të mundshëm. A është gati sot, a keni diskutuar në ndonjë mbledhje këtë shqetësimin që ju keni tek Bashkia me të drejtë? A është çuar tek partia dhe partia po punon për një emër përbashkues, për një emër që e njeh, që mund të jetë konkurrues, fundit që i fiton zgjedhjet, jo vetëm për të qenë aty se duhet dhe kërkon procedura. Se ne na u të liti që mund të shkojmë me Skorrikut, pastaj rasti tez në zgjedhje, tani mund të jenë në tetor. Këto janë ato se çfarë ne lexojmë, se pastaj se çfarë kanë kokë për ta bërë dhe kur do ta bëjnë. Një gjë të sigurt, si proces, unë s'di ta them këtu. Aida një gjë të sigurt, Partia Demokratike ka shumë resurse, burime njerëzore, pra ka emra të shkëlqyer për të hyrë në garën parakoshme në bashkinë për drejtimin e Bashkisë Tiranës. Ka emra të shkëlqyer. Ka emra deputetësh, ish deputetësh, drejtuesish aktual, ish drejtuesish aktual, përfaqësues Shitit Bashkiak aktual apo përfaqësues Shitit Bashkiak të kaluar, ka emra të shkëlqyer. Ju vetë do donit keni ndonjë ambicion? Shiko, mos hym në personale. Dakor, unë shiko, unë kam gjithmonë Këshill Bashkiak. Kam gjithmonë të njëjtë përgjigje. Kushdo që është në politik, do të jetë i gatshëm për çdo sfidë. Absolutisht edhe vetë do të ishte i gatshëm për çdo sfidë. Pra je në politik dhe politika është sfidë funditës. Politika është çdo 2 vjet dhe çdo 4 vjet i shkon para qytetarëve për kërkuar besimin e tyre dhe për të marrë besimin e tyre me atë që ti përfaqëson. Po vendimarrja nuk është e imja. Ju asiguroj që ashtu siç ka të sanksionuar edhe statuti i Partisë Demokratike, vendimarrja do të kalojë me anë procesit të primarëve. Kështu që meqenëse zgjedhjet tashmë dihet që nuk do jenë më në muajin korrik, që do ketë zgjedhje parakoshme gjithmonë, pra që do kemi vendimarrje të kryeministrit për të hyrë në zgjedhje parakoshme, dhe janë të paktën në muajin fund shtatorit apo fillim tetorit, ju asiguroj që kemi kohën më së botshme për të ngritur një strukturë tejet eficiente për ta fituar Bashkinë e Tiranës. E përsëris edhe një herë, nëse ne do hyjmë në garë, kur përpara do kemi të fortë dhe na vjen bandat, kjo nuk është garë pastaj. Unë jam vetë jam i diplomuar, kam fakultetet mbrojtë nga jashtë Shqipërisë, me doktor shkenca e kështu me radhë. Tash o të zgjedh të vazhdoj jetën akademike, profesionale, dhe të diskursit publik dhe të përfaqësimit të interesit publik, ose pastaj nëse duhet pastaj të shkojmë pastaj siç ajo Barceleta, të shkojmë bëjmë 2 orë palestër se kush është më i fortë, është tjetër diskurs. Jo. Unë jam këtu për përfaqësuar qytetarët dhe interesat e tyre. Dhe për dalë para qytetarëve me një vizion, për dalë qytetarëve me një program konkret, për dalë para qytetarëve me një platformë që përmirëson jetën e tyre. Kjo është detyra e çdo partie politike dhe çdo subjekti politik dhe çdo, le të themi, pjesë të ata që janë anëtarë të ekipit. Pastaj, përsëris një herë, nëse do përdoret fortë të administratës publike, presionet e kështu me radhë, kjo nuk është gara e ndershme barabartë, janë gara të cilat pilotohen direkt në tavolinë dhe të shupathet data 11 maj, zgjedhjet 11 maj në Shqipëri. Çfarë treguan zgjedhjet 11 maj në Shqipëri? Që aty ku ishte gjithë pushteti në duart e Partisë Socialiste, ke fituar Partia Socialiste.
Aty ku pushteti ishte i ndarë midis bashkisë dhe qeveri, pra bashkia ishte e djathtë, po qeverisja është e majtë, aty ke një situatë më shumë të për të A gaboj Partia Demokratike dhe në emra në lista? Urdhëro? A gaboj ndër të tjera dhe në emra në lista? Shiko, lista perfekte nuk ka. Lista perfekte nuk ka. Gjithmonë do keni moment që do marrësh e bëj të pyetje që mos përsëritet historia tek emrat që mund të dalin. Gjithmonë do të kesh një vendimmarrje. Gjithmonë do të kesh një vendimmarrje përsëris. Do vi moment që do marrësh një vendim caktuar. Listë perfekte nuk ka. Partia Demokratike përsëris duke mos qenë parti e vogël, parti e madhe, parti e drejtimit të qeverisjes. Pra ne jemi partia e forcës së parë qeverisje, jemi forcë e parë në opozitë. Jemi partia drejtuese në dy variantet. Drejtojmë kampin tonë që përfaqësojmë o koalicionin tonë. Jemi një parti që kemi me 10 me 100 emra. Dhe me këto numra që ka parlamentit, sigurisht do duhesh të kishim një parlament për 3-4.000 emrash, 3-4.000 numrash, që të zaurosh dhe të përfaqësosh të tërë vullnetet, të interesat, apo të tërë ambicjet e personave që merren me politikë. Por një gjë të siguroj, është normale që çdo kush që merret me politikë të ketë ambicien e vet për të qenë përfaqësues të Kuvendit të Shqipërisë, apo të qenë përfaqësues të drejtimit të ekzekutivit të bashkive, kështu me radhë, është diçka më normale. Politika është vetë ambicia. Se si pasaj ti e zauron ambicien tënde, e zauron duke punuar, e zauron duke përfaqësuar qytetarët, interesat e tyre, duke përfaqësuar shoqërinë, duke përfaqësuar sipërmarrjen, dhe duke marrë vetëm në mbrojtje të interesave të tyre, apo varianti tjetër, merresh me bryla, merresh me kulisa të brendshme, gjëra që ndodhin në çdo parti politike, kjo pastaj është rruga që ti zgjedh, dhe pastaj në bazë të rrugës ti zgjedh duhet si qytetarët, antarësia fillimisht, dhe qytetarët do të japin ato vlerësimin mbi formatin që ti ke prezantuar dhe që prezanton. Këto zgjedhje që lan pas, treguan që disa kandidatë kanë ose dhe partitë që ikën nga por rrethana nuk ishin me Partinë Demokratike dhe që morën votat Partisë Demokratike, se s'dua të hyj këtij debati që u larguan se si Desh Berisha, ikën vetë se protestuan vetë, është tjetër histori. Po na treguan disa gjëra që edhe mund të vlejnë. A mund të shkojnë drejt një emri për bashkues, për shembull Agron Shea ose ndonjë tjetër që është përmendur që të jetë kandidat për bashkinë, pra të zgjidhë një kandidat që mund të jetë për bashkues, që pastaj edhe në zgjedhjet e ardhshme të jetë guri një ndoshta maksimizimi bërjes bashkë për zgjedhjet e përgjithshme që do të vinë pas 4 vite. Është ikin shpejt, pavarësisht se ne jemi duke analizuar këto. Absolutisht po. Nevojë sot më shumë se kur, sidomos edhe historiku dhe çfarë ndodhi datë 11 maj, tregon diçka. Që opozita, për të rritur shanset e saj të fitores, nevojitet që të jetë unitë bashkë. Pse nuk ishte bashkuar në datë 11 maj? Nuk ishte vendimmarrje e Partisë Demokratike. Ju dini shumë që lideri i Partisë Demokratike bëri thirrjen e vet ndaj partive të vogla opozitare. Nëse partitë e vogla opozitare thonë largohu ti, sepse s'dua të jemi ti, kjo pastaj është vendimmarrja e tyre. Lideri i Partisë Demokratike zgjedhur nga antarësia e Partisë Demokratike me parimin 1 antar i vot, që përfaqëson më shumë se gjysmë milioni shqiptar demokrat, nuk mund të imponohet një parti e cila ka 20.000 apo 30.000 mbështetës, të imponohet se kush do të drejtojë partinë politike, se kjo ishte praktikisht largohu ti nga detyra. Sali Berisha ne kanë zgjedhur 500.000 shqiptar demokrat, antar. Ata që janë pjesë të strukturave të antarësisë Partisë Demokratike. Përfaqëson ata. Nuk mund të vijë askush, marrë dhe me emra po doni, përfaqësues partive të vogla, tyre partive të reja, të cilët bën gabimin e tyre historik. Pasi po të kishin lozur ndryshe politikisht, sot do të kishin ata shumë të përfaqësim në Kuvendin e Shqipërisë. Po më sa duket ai uni vetëm për të qenë edhe për të siguruar karrierën e tyre personale, morin qafë ata mbështetjet që ata kishin. Nuk mund të imponohen partisë parë kryesore se kush do drejtojë atë. Se kush e drejton Partinë Demokratike përsëri se vendosin antarët e Partisë Demokratike. Dhe ndjenin tim Sali Berisha është votuar nga mbi 50.000 antarë të Partisë Demokratike, ka një mbështetje për mbi gjysmë milioni shqiptarësh. Kështu që nuk mund të vijë përsëri dhe herë askush i cili ka 10.000 apo 15.000 apo 20.000 mbështetës në popullat shqiptare, ti imponon se kush e drejton Partinë Demokratike. Kjo gjë nuk ekziston. Është partia e parë Partia Demokratike, bën ftesën e saj siç e ka bërë ndaj partive të vogla. Partitë e vogla, disa prej tyre, zgjodhën të mos ishin pjesë dhe ata vetë në kuadrat e këtij kodi që kemi ne, humbën ata vetë mandate deputetësh të cilët shkuan praktikisht në thesin e mandateve që fitoi Partia Socialiste. Prandaj diskursi ynë ishte që çdo vot jashtë Partisë Demokratike do ndihmojë në rritjen e numrave të mandateve të Partisë Socialiste. Fakti dhe koha tregoi që ne kishin vërtet. Sa më të përçartë jemi, aq më shumë vota shkojnë për efekt të kodit elektoral në thesin e Partisë Socialiste, më shumë mandate falë shkojnë, atëherë zgjidhja e cila është të bashkohemi, të bashkohemi në diversitetet tona. Çdo thotë kjo, ne jemi parti të ndryshme, po i vendosim kushte njëra tjetrës. Nëse ne do ishim pa kushte njëra tjetrës, do ishim që një çdo kish arsye të ishim dy subjekte të ndryshme, 3 apo 5. Në faktin që ne jemi të ndryshëm,
Prandaj jemi edhe partitë ndryshme politike, ama duhet të jemi parti opozitare. Dhe nëse ishim parti opozitare, detyronte 11 maj detyronin që ne ishim gjithë bashkë. Ftesë e cila u bë nga lideri i Partisë Demokratike disa herë, u bë nga sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike disa herë, u refuzua nga partitë e vogla, ja ku rezultati ku është sot, që ata vend kishin më tepër mandate, janë sot çdo parti për tyre kanë marrë secila nga për drejtuesin karikën e vet, se çfarë bëhet pastaj për ata 10, 15, 20 mbështetës që kanë ata mbrapa, që kanë punuar bashkëpunuar me ta, ata le të presin, shohin televizor 4 vite të ardhshme. Po, do më shkaktua dhe Partisë Demokratike. Absolutisht, por neve bëm tonën. Pra detyra jonë ishte të bënin thirrje her pas here. Nëse na vendosen nëse na vendosen kushte, të cilat janë të papranueshme, e përsëris dhe një herë, largohu ti, që të vim ne, atë person, konkretisht, Sali Berisha nuk ka vendosur në krye as partitë e vogla, ka vendosur antarësia e Partisë Demokratike. I ka dhënë mandatin e vet 4 vjeçar, i dha mandat për drejtuar Partinë Demokratike dhe do vazhdoj ta drejtoj Partinë Demokratike, pasi siç e dim shumë mirë dhe shumë qartë tashmë kemi të faktuar, 11 maj nuk ishin zgjedhje, ishin një farsë elektorale, ishin një masakër elektorale, ku nuk foli populli, po folën disa grupe, foli grupi i buxhetit shtetit, foli grupi i administratës publike, foli grupi i faljes gjobave, foli grupi i shokëve të PSD-ve formate ndryshme, foli grupet e bandave ndryshme në qytete të tjera, foli grupi Vorës, i Shkodrës, i Elbasanit, i Fierit e kështu me radhë, si kemi edhe me video, ku deputet Partisë Demokratike shkojnë dhe dalin të tjerë nga hiçi. Jemi ne thotë që menaxhojmë punën tu që drejtojmë. Kush janë këta? Atë që duhet tek drejtuesi të qarqeve. Shikoj përsëris dhe një herë, optimale nuk ka. Dhe historiku dhe koha dhe 11 maj tregoi që patjetër Partia Demokratike duhet të përmirësojë veten e vet. Absolutisht po. Nuk kemi ndrodat, gjithë të tërë pranojnë gjë. Sa më shumë kaloj kohë, më shumë dhe sidomos dhe koha sot, ne dhe kërkon Partinë Demokratike të jetë një parti e cila të rifreskohet, të jetë një gërshetim midis vlerave historike, se nuk jam nga ata që të tikin gjithë vitin të tjerë, jo. Unë jam gjithmonë për gërshetimin, si do vlerave historike, si atyre që kanë kontribute historike dhe 20 dhe 30 vjeçare, me energjitë e reja dhe me përfaqësimin e ri. Dhe uroj që kjo gjë të ndodhe me përfaqësimin e ri që do ndodhe në Këshillin Kombëtar, në kryesinë e Partisë Demokratike, sepse dihet grupi parlamentar tashmë s'ka më diskurs, grupi parlamentar ka dalë zyrtarisht, ky që është. Kështu që për strukturat e tjera të Partisë Demokratike uroj që kryetari i partisë të bëjë këtë gërshetim të nevojshëm sot, i cili do të rrisi thjesht, do rrisi dhe uroj shumë të rrisi performancën e Partisë Demokratike në çdo palë zgjedhje, lokale apo qendrore parakoshme qofshin ato. Më lejo të them tek Bashkia, se ka pat një raport të disa ditëve më parë, ku dilte që Bashkia ka arritur të mbledhë 143 në mos gaboj milion euro. 14.3 miliard lekë të reja taksë ndikimi infrastrukturë, nëse i referosh saj. Kësaj për i referosh? Se kjo është vetë një shifrë, shifra tashmë paktën, dhe kjo është vetëm 8%. Ndërkohë që ne e dim që për një ndërtim paguhet 8% taksë infrastrukturë, 143 milion euro. Paguhet 3% për banesat sociale, paguhet dhe 1% taksë bashkiake. Pra 143, pra çfarë ka dhënë ndërtimet e reja kontribut në buxhetin e Bashkisë Tiranës, po flasim po. Nga 1 janar 2024 deri në 31 dhjetor 2024, nuk është ndërtimi, nuk është vetëm 8%, 12% realisht, pra nuk është 143 milion euro, po është 220 afërsisht, po ta rumulla kosa, afërsisht 220, 206, 216, 217 milion euro. Për rumulla kosa 220 milion euro. Ky është kontributi i sektorit ndërtimit. Dhe sa antarë dhe Bashkisë Tiranës, 300 milion euro. Pra ti po të shohësh pjesën mbi gjysmën realisht, të ardhurave të Bashkisë Tiranës, ti ke nga sektori i ndërtimit. Kjo është fatkeqësi. Pse? Fatkeqësi sepse ke një vaj kur çdo buxhet, çdo strukturë, jo Bashkisë Tiranës, por çdo strukturë në çdo vendin e botës. Dhe këto janë parime buxhetore. Momenti që varet ka mbi 20 zëra të ardhurash, po vetëm njëri prej tyre përbën të paktën gjysmën e të ardhurave totale, përbën pjesën e luanit, kjo është diçka e cila cënon qëndrueshmërinë e financave publike në atë bashkinë, në atë strukturë të caktuar. Dhe kjo është problematikë që duhet zgjidhur. Se një moment caktuar imagjinoj vjen një qeveri sere, vjen Partia Demokratike dhe thotë nuk ka më ndërtime në Tiranë, sepse nuk do ketë më vendime KKT-je. Ka bërë këtë studim, po. Po sepse çfarë ndodh, si po ndërtohet son Tiranë? Son Tiranë kemi një plan rregullator Tiranës. Po nuk po respektohet, nuk po jepen lejet sipas planit rregullator. Po si jepen? Jepen lejet nga Agjencia e Zhvillimit Territor, nga AZT, që drejtohet nga kryeministri. Dhe ato nuk po e përfillin fare, sepse në kuadër bazuar në legjislacionin shqiptar,
ASHT mund të dalë mbi planin rregullator të miratuar nga Këshilli Bashkiak i Tiranës. Çka ka shkaktuar kjo sot që flasim? Kjo ka shkaktuar që ti nëse ke një plan rregullator i cili ishte më thënë vërtetë kishte gjëra aspekte pozitive dhe respektonte atë densësinë e zonave, si respektimin e sipërfaqeve kështu me radhë të përbashkëta, këto me radhë. Ky plani tjetër thotë, këtu do ndërtohen 10 kulla, ndërtohen 10 kulla. E rrit me 2 fishon, 3 fishon densitetin e zonës. Dhe nuk merr parasysh faktin që duhet ndërtuar për shumë 2 shkolla të reja, 3 qendra të reja, e zhvillim me radhë. Prandaj prandaj ekziston ky 8% që quhet taks për infrastrukturën. Pra për infrastrukturën mbështetëse të ndërtimeve të reja. Se një ndërtim i ri ka nevojë do jetojnë njerëz brenda. Po ka nevojë për disa shërbime. Do vi energjia elektrike, do vi ujë, do kenë kanalizimet, është pjesa e parkimit, aksesit. Po borret. Po këta a kanë fëmijë këto familje, kanë fëmijë. Pa ditë çojnë, a kemi ne me kushtetutë të detyrueshëm arsimit deri në nivel 9-vjeçar? Është detyrueshëm. Po nëse është detyrueshëm me kushtetutë, do të krosh kushtet, që të kemë mundësi ta çef fëmijën. Atëherë ato zonë që unë banoj, duhet të krijosh kushtet, nëse ka rritje të densitetit, të shtohet një qerdhe, po të shtohet një kopësh, po të shtohet një shkollë. Të tëra këto nuk ndodhin. Ndodh vetëm faza e parë, dhënia e lejeve të ndërtimit. Shikoni, nuk jemi kundra ndërtimit në vetvete. Ne jemi parti e djathtë, qendrës djathtë. Jemi parti e investitorëve, jemi parti e sipërmarrjes. Dhe ndërtimi bën nga sipërmarrja së funditës. Pa ma jemi kundra çdo lloj ndërtimi apo çdo lloj sipërmarrje, e cila ndikon keq në nivel makro, në shoqërinë ku ajo vepron. Unë jam lindë rritë në zonë e stadiumit Dinamo. Është miratuar tashmë projekti i ri për 10 kullash. Unë ato fushat që janë sot, aty nxjerr vajzat e mia lozin sot dhe sot. E dje mbrëmë lozin atje. Nuk do jenë më pas disa muajsh. Kush do më zëvendësoj mua ato fusha? Kush do më zëvendësoj? Ku kam unë hapësirë në Tiranë e qetoj sot? Lulishtet që kam qenë veti vogël, dilshim në përlagje të Tiranës e më rritur gjithë bashkë. Jam rritur me lagjet e Tiranës. 3 minuta larg e ke liçenin artificial. Po unë kam 3 minuta larg, pa ai nasir sa e ka. Ai ka 23. Ai po me trafikun. Ai që ka. Ashtu të. Pa ai në kombinat sa e ka. Pa ai sheton stacionin trenit sa e ka. Pa ai sheton ministrëshyri sa e ka. Pa ai sheton kino studi sa e ka. Pa paguani se taksacione si ty. Pse si ne paguan? Qytetari i Tiranës është. Çfarë do bëj diskriminim pastaj midis brenda vetë qytetarëve të Tiranës? Jo, këto janë detyrat e shtetit, dhe strukturës shtetërore. Mendet kundër se këta premtime kishin çështjen që në çdo zonë të kenë. Pra përsërisje, ne jemi pro ndërtimit. Po ndërtimit me karar. Por edhe shqiptari ka shprehë gjella me kripa me karar. Por edhe gjella ka nevojë për krip. Po kripën në sasinë e Durrët vetëm. Dhe Tirana duhet të ketë ndërtim, po ndërtimin në sasinë e Durrët. Dhe pastaj ç'është kjo mani për të shkuar vetëm për slartin, edhe të zgjerohemi. Kemi mundësi të zgjerohemi duke ulur densitetin për 10.000 metra katror për hektar katror e kështu me radhë. Në mënyrë që edhe shërbimet kur t'jepen, të jepen në bazë të ofrimeve për popullat, gjë që sot fatkeqësisht nuk jepen. Po shikoj një shqetësim tjetër aty që çështja e zonës kaq shumë ndërtesa nëse popullohet i gjitha se tani këto rrinë dhe bosh për një kohë gjatë se kemi parë. Çfarë mund sjellë? Fenomeni atyre bosh është 5%. Është fali as 10% nuk është apartamente në Tiranë, të cilët lidhen kryesisht jo me ata që janë emigrantë, jo me ndonjëri që ka fatin mundësi të blejë shtëpi ditë për fëmijën e vet, edhe kështu me radhë. Nuk është kjo, mbi 90% e familjeve të sot në Tiranë kanë vetëm një apartament, ata që kanë pronësi. Po ata që vinë vit pas viti që shtohen në Tiranë, apo çifte të reja, ku kanë mundësi të blejë shtëpisë? Është bërë sot në Tiranë, është bërë sot 2.500 euro, 3.000 euro metri katror. Ato që do dalin me 3.000 tek stadiumi Dinamo do kesh do fillojë të paktën me 3.000 euro metri katror. Kush ka mundësi ta blejë një apartament 2 dhomë me kuzhinë, 80 metra katror minimalist, ta blejë ato 240.000 euro. Kush i ka 240.000 euro me punë të ndershme? Pa parking, s'do të parking. Me punë të ndershme kush i ka, vjen thotë njëri kush i bën në punë ndershme 240.000 euro. A është paga mesatare sot 900 euro, thotë kryeministi, po është. Në vit 10.000 euro. Ai do të punojë 24 vite, pas mos taj, as mos pi, as mos vishet, mos bëj asgjë, 24 vite për të blerë një apartament 2 dhomë kuzhinë. Që në Shqipëri punon të shqipëri. Nuk e blerë kush. Nuk ka mundësi ta blejë askush. Nuk ka mundësi përsi ta blejë askush. Dhe ti duhet hysh në programet të tjera mbështetëse, sidomos për çiftet e reja. Po i ka bashkia këto? Të pamjaftueshme. Në javën e kaluar kaluam në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në unanimitet, me thënë drejtë, ishte mbështetje edhe opozitës, dhënia e kredive. Po do të dëgjonin fjalën time ne për grupit të këshilltarëve të djathtë. Unë thash, jo 1200 kota. Ka mundësi ta çojmë 3200 kota. Ka pasur mbi 3000 kërkesa. Çfarë na kushton të japim të 3000 kërkuesve? Të japim mbështetjen e kredisë. Fund fare çfarë po japim? Borxh. Si kushton se ja merrni edhe borxh po japim. Nuk po japim borxh. Ne po japim borxh atyre.
Edhe I kërkova këshilltarëve të majorancës dhe përfaqësuesët të ekzekutivit, që ishin në kryetar Këshillit Bashkiak, që urgjentisht të bënë një shkresë Ministrisë së Ekonomisë, ti thonë, na ka vendosur kod 1200 kota, çoj 2200 kota, shtoj. Pse jo? Në fund fare çfarë po japi kredi me interes të ulët. Dhe ai çifti nuk do paguaj me 6 apo 7% çka, do paguaj vetëm 3%. Po është ndihmë e madhe për të. Është ndihmë shumë e madhe për të. Se kush e ka përfituar? Prandaj kur vjen puna te strehimi, do të jemi të tërë, jam paktën jam shumë I ndjeshëm në këtë sektor, sepse shoh dita ditës që janë problematikat kryesore. Por ama akoma dhe më tërë problematikë është cilësia e tezës që kemi ne, I ajrit që thithim fund fare. I pat rashin në Tiranë para disa ditësh që 10 minutë shi. Çfarë ndodhi? U bën gjithë makinat zhul. Ai është treguesi I çfarë kanë ajër, çfarë thithim ne. Që shiu 10 minuta e hodhin tokë. Dhe ku e hodhin tokë? E hodhin ato xhamat e makinave tanë, të cilët u bën zhul nga pluri. Pa ish pluri që ne thithim, që e thithim vetëm ne. Pa e thithim fëmijët tanë dhe e thithim prindrit tanë. Dhe pastaj thënë pse ndodhin smundjet, pse shkojnë njerëzit tek onkologjiku në masë, e pse shkojnë njerëzit tek sanatoriumi në masë e kështu me radhë. Sepse cilësia e tezës tonë e përsërisë edhe një herë është në rënje dita ditës fatkeqësisht. Unë në hyrje thashë, këtu nuk duan 30 minuta, të lasësh për Bashkinë e Tiranës. Sidomos për ne, që kemi edhe shumë për të thënë shumë për tepër. Së bashku se ju përse do të jeni në punë edhe muajin korrik. Korrik, gusht gjithkohës edhe vitin e kaluar dhe për vjet, e kemi treguar që s'kemi munguar asnjë ditë praktikisht të qenë në krye detyrës. Së bashku, faleminderit.